Për ndikimet e përgjithshme, po I them shumë shkurtimisht në mënyrë që t'i dini. Mund të kemi helmime. Helmime, kjo mund të vijë në shumë forma të ndryshme, nëse nuk kemi të kujdesshëm në lidhje me ushqimin, mund të kemi helmim nga gazi. Kjo sidomos në zona që janë të ftohta, për shembull siç është Korça, sepse ndezin stop me dru dhe detyrimisht nëse diqet komplet oksigjenin në dhomë. Mund të kemi probleme në lidhje me këto temë, mund të marrim lajme të tilla. Është e vlefshme edhe për veriun e Shqipërisë, prandaj dhe do t'ju këshilloja që nëse jetojmë në zona të tilla, përpara se të flejmë gjumë, të jemi të sigurohemi që kemi fikur zjarri 1 dhe e dyta, të hapim dritaren që të marrim pak oksigjen, pastaj të flejmë gjumë. Kjo ka shumë rëndësi. Daljen e thashë temeve është edhe një nga temat më të rëndësishme të hënës së plot. Thashë teme për ne, për ambientin që na rrethon, për personat që kemi në jetën tonë, për shumë gjëra. E rëndësishme është të kontrollojmë në mënyrë se çfarë themi dhe çfarë pranojmë që të na thuhet. Këshilla ime do të ishte që thashë temeve të qëndrojmë larg, sepse janë vërtet helmuese, kanë cilësi helmuese në këtë periudhë. Do të jetë e vlefshme edhe pas hënës së plot, do të vazhdoj për pak a shumë deri në datën 10, prandaj edhe këshilla ime do të ishte që të jemi shumë të kujdesshëm. Po e nënvizoj, sepse mund të prishin marrëdhënie të cilat janë vërtet të rëndësishme për ne. Daljen e lajmeve që mund për traktate ose marrëveshje midis shteteve që janë firmosur ose që po firmosen në këto momente, që në të vërtetë nuk janë shumë në avantazhin tonë. Mënyra se si ne do të reagojmë është komplet në dorën tonë, me sa kam vënë re unë nuk është se reagon njeri, gjithsesi unë thjesht po e them. Përshimin, riperceptimin dhe largimin nga koncepti që kemi aktual për bukurinë, për pamjen në përgjithësi, është një ndikim për mendimin tim I mirë, por varet nga individi. Duke qenë se në këto momente nuk ekziston pothuajse diversiteti në paraqitjen e jashtme, kjo është diçka që sa do të vite do të bëjë problematike, pra mungesa e diversitetit. Dhe është diçka që do të jetë pak a shumë në ndryshim me sipër, mënyra se si do të reagojmë edhe ndaj kësaj do të jetë komplet në dorën tonë. Por mund të vijë edhe si rrjedhë e ndryrave estetike që kanë qenë të gabuara dhe detyrimisht mund të kemi edhe lajme shumë makabër në lidhje me këtë temë, persona që kanë ndryshuar shumë drastikisht dhe që janë shndruar në mënyrë negative. Mund të kemi një disbalancë në familje, e cila do të krijojë përçarje. Disbalanca është në mënyrë se si trajtohen personat brenda familjes, që do të thotë që nëse një prim, ja thjesht shembull, trajton në mënyrë ndryshe fëmijët nga njëri tjetri, do të thotë që do të kemi përçarje vërtet shumë të rëndësishme. Këtu do të thotë që mund të mbarojnë komplet edhe marrëdhëniet, pra prindër me fëmijë, vëllezër, motra mund të kemi përçarje të dukshme. Këshilla ime do të ishte për këtë arsye, ajo që thash në fillim që nuk duhet bien prej thashë temeve, sepse kjo do të jetë një ndikim shumë I madh brenda familjes. Dhe e dyta, nëse kemi një problem, ta themi hapur dhe të mundohemi që të gjejmë zgjidhjen. Nëse se personi përballë nuk arrin që të na kuptojnë këtë, me moderitet, jo të marrim të mundohemi që të imponojmë patjetër mendimet tona me moderitet, të jemi më të vetëdijshëm. Nëse mundemi ta zgjidhim, okay, nëse nuk mundemi ta zgjidhim, ta distancojmë veten tonë mjaftueshëm, por jo komplet. Në plot ndikimet që ka tek shëndeti janë syt, probleme të rëndësishme me syt. Kjo do të thotë që edhe nuk mund të shikojmë edhe në mënyrë atë që kemi përpara, pra mund të mos e arrim që ta perceptojmë, prandaj duhet të jemi më të vetëdijshëm. Mënyra se si do ta bëjmë këtë është të kalojmë disa hapa mbrapa që të shikojmë fotografinë e plot. Kjo është në mënyrë metaforike. Kurse në mënyrë reale është vërtet mund të kemi probleme me sy, sepse mund të kemi infeksione. Dhe problemet e tjera do të jenë tek rrugët e frymarrjes, tek tiroidet dhe tek pjesa e fytit në përgjithësi. Duke qenë se mund të kemi edhe përhapjen e sëmundjeve ngjitse, një ndër sëmundjet që unë di të paktën është shytat, për shembull, që prek fiks të pjesën këtu, është një ndër sëmundjet që mund të përhapen në këtë periudhë. Dhe mund të kemi probleme me gjymtyret, por sidomos me duar. Dhimbje duarsh në këtë moment mund të ndjejmë edhe më tepër. Shenja që do të preken më tepër nga kjo gjë është shenja e binjakëve, nga dhimbjet e duarve, pra, sepse ajo është shenja që ka më delikate. Ndërkohë që tek këmbët është tek peshqit.